Çdo popull ka historinë e vet. Ajo vjen nga thellësia e shekujve, duke mbartur me vete sakrificat e mbijetesës dhe duke mbrojtur me fanatizëm vlerat e identitetit etnik. Fati e ka sjellë që një pjesë e tyre të shpërngulen nga vendi i origjinës e të bashkëjetojnë me popuj të tjerë. E tillë është dhe historia e romëve, të cilët konsiderohen si një grup i veçantë etno-gjuhësor. Prejardhja e romëve është nga veriu indis, nga një qytet që edhe sot quhet Kanauj. Në këtë qytet, romët kishin një civilizim, një kulturë, një gjuhë dhe një fe. Niveli tyre social dhe kulturor ishte shumë i lartë nga kulturat e tjera në Indi dhe nga shumë kulturat të tjera në botë. Romët kanë lëvizur 1000 deri në 1500 vjet më parë nga një pjesë veriore e Indisë, e cila quhet Kanauji, dhe janë shpërndarë nëpër botë. Një pjesë e mirë janë larguar nëpërmjet ushtrisë, duke qenë se në periudhën e kohës luftat ishin mjaft prezente dhe kishte nevojë për forcë ushtarake. Një pjesë e mirë është marrë nëpërmjet ushtrisë dhe është nga Persia dhe ka luftuar në zonat përreth Indisë, por edhe në vendet fqinje me këtë. Nga studimet mendohet se të kenë ardhur janë ndjekur dy rrugë. Një ka qenë rruga kontinentale dhe më pas kaluan përmes Persisë për të shpërndarë në Evropë dhe në pjesën ballkanike. Por është edhe rruga e dytë, në cilët prap nga hipotezat thuhet që një pjesë e mirë ka kaluar përmes Egjiptit të lashtë dhe më pas janë shpërndarë në vendet ballkanike. Kur erdhën romët në Shqipëri? Atëherë, romët faktikisht kanë ardhur 100 deri në 150 vjet më parë. Ka prejardhje të ndryshme, vendardhje të ndryshme të komunitetit rom në Shqipëri. Nëse do të pyesim komunitetin rom sot në vendbanime të ndryshme, në qytete të ndryshme në Shqipëri, disa thonë që e kemi prejardhjen nga Turqia, disa nga Greqia. Pjesa më e madhe e romëve është vendosur në krainën e Myzeqes, por gjithashtu është vendosur në pjesën qendrore të Shqipërisë, në zonën e Tiranës, në zonën e Elbasanit, në Durrës, në pjesën jugore, në Gjirokastër, në pjesën e Korçës, në Pogradec dhe shumë pak në zonën veriore, siç është Shkodra, Lezhë, por edhe zonat e tjera që janë shumë pak. Emërtimi zyrtar, si në shumë vendet e Europës dhe në Shqipëri, është rom. Të dhënat statistikore për numrin e kësaj popullsie janë paksa kontradiktore. Për sa i përket numrit të popullsisë, edhe kjo ka qenë shumë e debatuar. Një raport vlerëson që komuniteti rom për llogaritet të jetë nga 100 deri në 120.000. Më pas është bërë një studim po prap nga njëjti studius dhe vlerëson që komuniteti rom, ky është studimi 2011 dhe vlerëson që komuniteti rom në Shqipëri për llogaritet jetë 15.000. Ndërkohë që nga dhënat e fundit fare, vitit 2012, që është nga Instati, Instituti i Statistikave Kombëtare, vlerëson që numri i komunitetit rom është 8.301. Ka një zvogëlim në numër, por mendohet që një numër i përafërt i saktë i komunitetit rom është shumë larg këtyre shifrave. Ata bashkëjetojnë në harmoni të plotë me pjesën tjetër të popullsisë jo rome. Mirë kemi marrëdhënie, kemi mirësi, kemi hyrje dalje. Shumë mirë shkojmë. Bashkë me komunitetin rom, kalojmë shumë mirë, kemi marrëdhënie shumë të mira. Ky komunitet është njerëz të thjeshtë, punëtor, turp. Unë kam ngrënë bukë me romët. Edhe i kam miq në shtëpi. Ata i bien gurit e bëjnë para. Për komunitetin rom kam opinion se edhe ata kanë të drejtë që të jetojnë si ne ose të kenë të drejtat e tyre në qeveri ose në shtet, siç i kemi dhe ne, nuk duhet të varemi nga ngjyra ose nga çfarë ata përfaqësojnë, se ata në fundit njerëz janë. Duhet të përpiqen të integrohen sa më shumë. Duhen mbështetur shumë nga shteti, duhet ndihmuar për të krijuar kushtet e banimit edhe të jetesës.
Kushtet e jetesës për një pjesë të këtij grupi etnik nuk janë as pak të mira. Ata jetojnë në banesa të vogla dhe jo pak prej familjeve rome janë të pastreja. Sa kohë që keni dalë si të pastre? Po bëjmë gati 10 vjet po njërë. Sa kurora jetojnë këtu? 4 kurorë. S'ka kushte që t'jetosh, vetëm çfarë të bëjmë nga e keqja. Kemi vajtur, jemi interesuar dhe asgjë akoma. Këtu po bëj 5 vit. Këtu më futi bashkia mua dhe më tha që do t'i jap shtëpi dhe më në fund nuk më ka dhënë. Janë gjysmat e moreve që kanë noti, janë me çati të amortizuara, janë në shtëpi përdhese dhe janë vetëm me lagështi. Zere që na banja jashtë, deri brenda janë vetëm të ftohta e të lagët. Kam 6 fëmijë, me pronar jam shtëpi, s'kam ato dhomë ka po të paktën të jetojnë si gjithë të tjerë dhe fëmijët tem. Çfarë flitet për shtëpitë? Po të pastrej i kemi bërë dokumentat, asnjë lloj gjëje. Asnjë lloj përgjigjes na japim. Ja, këtu po jetojmë, më shqyr pronari s'po na nxjerr jashtë, jemi brenda akoma. Por edhe papunësia dhe niveli ulët arsimor janë problematika të mprekta sociale me të cilat përballet sot komuniteti rom. Nuk kemi as pension s'kam, as përkraj sociale s'kam, vete gjithë në fshat, vete kërkoj lype dhe ham. Sa vjeç je? 12. Shkon në shkollë? Jo. Cila është arsye që nuk shkon në shkollë? S'kam libra, rroba s'kemi. Një nga tiparet që i dallon romët nga grupet e tjera etnike dhe popullsia vendase është gjuha. Ata e kanë ruajtur atë me fanatizëm gjatë gjithë kohërave. Në fillim të viteve 90 të shekullit kaluar, u botua edhe abetarja e parë rome, ndërsa në shkollën 9-vjeçare Naim Frashëri të qytetit të Korçës, ku është përqendruar numri më i madh i fëmijëve nga ky komunitet, kjo gjuhë zhvillohet në një orë të veçantë mësimi. Kama me dia, me but kama mre deja. Me but kama mire dia. Këto janë 3 dialekte. Me dia, me. Kështu që nuk është thjesht të mësojmë vetëm gjuhën rome, ai të mësojmë dhe dialekte. Arben Kosturi, inspektori i kësaj gjuhe, thotë se fëmijët tregojnë interes të veçantë gjatë orës të gjuhës rome. Në orën romisht fëmijët e komunitetit rom mësojnë gjuhën rome, kulturën, traditat, preardhjen, pralla, vjersha, këngë. Interesi këtyre fëmijëve është që këta të mësojnë dhe po e mësojnë me të lexuar, me të shkruar, mësojnë një gjuhë rome standarde evropian. Por krahas gjuhës, një tjetër simbol i kësaj etnie është edhe flamuri dy ngjyrësh, blu dhe i gjelbër, që nënkupton qiellin dhe tokën, me rrotën në mes si shprehje e jetës endacake për herë në lëvizje. Romët janë një grup etnik vital, mikpritës, bujar, paqedashës, me tradita dhe vlera kulturore të trashëguara ndër shekuj. Ata shquhen për punime artistike si thurje kanistrash, koshash e orendisht të tjera prej thupre. 76 vjeçari Izet Hysa nga Korça është një prej atyre mjeshtrave, i cili e ruan me fanatizëm mjeshtërinë e përpunimit të thuprës. Punimet e tij pëlqehen jo vetëm brenda, por edhe jashtë vendit. Kur ke filluar të thurësh thuprën? Që 7 vjeç. 7 vjeç isha më mësovi baba i gjysha. Çfarë thur kryesisht? Po ja, kotuke, tavolina, shporta, pufka, stola. Çfarë duhet klientit i bëj? Ku i shisni ato? Po tash në pazar shesim nga njerëz ku dalim. Kujt ja keni lënë traditën? Po traditja u lam djembe, një prinjve ja u lam. Ku keni punuar ju më përpara? Unë kam punuar në ndërmarrjen artistike, si mjeshtër. Çfarë bënit atje? Aty bënim sportat për eksport për Itali, Francë, Angli, Gjermani. Mendon se ka rënë tradita e thuprës? Po, edhe ka rënë çik, po tash i gjej ku e kërkojnë. Pjesë e vlerave të këtij komuniteti janë edhe gatimet tradicionale. Mimoza është një prej atyre ambisave rome, e cila servir për herë në tavolinën e ngrënjes gjellët e shishme rome. Çfarë je duke përgatitur? Unë sot po përgatit një kulaçe për të pjekur në hi.
Kështu e kemi nga gjyshja, si traditë. Pishnin kulaçen, vezë të pjekura në hi, misra, patate të pjekura, qep të pjekura i bënin. Për sa bëhet kjo? Për sa bëhet? Për qerekore. Qerekore. Maron. Megjithatë, lavdinë e tyre më të madhe, romët e kanë fituar në fushën e muzikës. Ata janë të dhënë pas këngës dhe vallës. Si në kohët e shkuara, edhe tani, dertet, hallet dhe gëzimet i kalojnë së bashku, me lot dhe këngë. Kënga është bërë leitmotiv, është futur në çdo qelistë të qenies të tyre. Ajo ndryshon në ritëm e kolorit dhe gjen lehtë rrugën drejt zemrave. Është një histori e tërë brezash e mishëruar në gen. Aty buroni tërë tharmi i talentit të tyre. Melodia apo kënga rome është virtuoze, jo vetëm për ëmbëlsinë, ritmin, por edhe për motivet e veçanta muzikore dhe orkestracionet e shumta. Kam qenë tepër i vogël kur kam filluar të këndoj. Këta e kam të trashëguar brez pas brezi, nga gjyshi, stërgjyshi im, babai, xhaxhallar, të gjithë familja. Dhe karriera ime ka filluar qysh në moshën 12 vjeçare. Ishte ndjenja ime, ishte ai shpirti tim që theshte gjithmonë të këndonte. Kënga rome këndohet shumë bukur, sepse muzika rome di të thot shumë gjëra. Di të thot alegrin, di të thot vuajtjen, di të shpreh shumë. Di të shprej dashurin, shpresoj që kjo muzikë rome të mbetet brez pas brezi dhe mos u mbasë kur. Unë e kam pasur në gjak, kam lindur këngëtare, po për herë të parë jam gjitur në skenë në vitin 1990. Personi që më ka zbuluar ka qenë xhaxhai i tim. Ai është një muzikant dhe kam kënduar në ambiente familjare. Para publikut unë ndjem shumë mirë, shumë e qiltër. Më pëlqejnë kur më duar trokasin. Muzika rome ka gjithmonë një alegri, të bën të harrosh çdo gjë. Dëshiroj t'ja përcjell me gjithë shpirt djalit tim, ta ndjej tamam siç e ndjej unë këngën rome. Paqize se izana kamere Elementë të traditës rome janë dhe veshjet karakteristike. Qylafi i bardh, brezi me shirita shumë ngjyrësh, qillotat, xhamadani prej shajaku dhe çizmet prej lëkure të zezë për burrat, apo fustanet shumë ngjyrshe ku fekse kuqja, shamite kokës të qëndisura mjaft fine dhe origjinale, me gjerdanët, vathët dhe dhëmbët prej floriri që mbajnë gratë. Por kjo traditë është pjesë e vlerave dhe historisë, pasi sot në kohët moderne, edhe romët vishen si pjesa tjetër e popullsisë. Sipas traditës, vajzat dhe djemtë rom martohen të vegjël, në moshën 14, 15 apo 16 vjeçare. Atmani, një grua e fisme 65 vjeçare, tregon se si është njohur me bashkëshortin e saj kur ishte në një moshë ende të hershme.
Unë jam martuar në moshën 16. Edhe burin e kisha 17. E kisha në madhë, brenda javës e mora. Sa fëmijë keni? Unë kam 5. I martoj fëmijë të vegjël, marinuse të vogla do më thënë. 1 muaj, 2 muaj, ose 1 vit, 2 vjet, ndaj. Pse ndodh kjo? Ndodh do më thënë që martim të vegjël. Fëmijë, kalama. Të papjekur. U bë që pa 13 vjeç ose djali 15-16, o burat i martojmë se do plaken. Nuk u plaket as që pas djali. Është gabim që ta martosh të vogël. Por kësaj tradite po ikën koha. Sot të rinjt rom duket se përparësi po japin arsimimit, pasi ai është kusht vendimtar për integrimin e tyre në jetën shoqërore. Daniel Yseni është një prej atyre të rinjve që ka sfiduar vështirësitë shumta për të ndjekur arsimin e lartë dhe për t'i shërbyer komunitetit të tij. Quhem Daniel Yseni, jam 21 vjeç dhe sapo jam diplomuar mësues për gjuhën për dekën gjuhë letërsi shqipe dhe frënge. Sapo mbarova shkollën 8 vjeçare, po shikoja që mundësitë ekonomike ishin vërtet shumë të pakta dhe vendosa që të punoj që në moshë të eshme, që të siguroja të ardhurat për të vazhduar shkollën e mesme. Sepse shikoja prindrit e mi të cilët kishin marrë vetëm një arsim bazë dhe që puna që ata bënin nuk ishte një punë e mirë. Ndërkohë që unë pretendoja të isha dikush në jetë dhe vendosa thash që vetëm duke u arsimuar mundet që të marr një profesion dhe të jem dikush në jetë. Unë aktualisht, siç e thash, kam mbaruar universitetin dhe prej 2 vitesh punoj si gazetar terreni në një emision i cili është i pari dhe i vetmi në Shqipëri. Është një emision i cili dedikohet minoritetit rom në Shqipëri. Për të ardhmen, mendoj vitin tjetër do të filloj masterin. Dëshira ime është që të punoj më saktë në Ministrinë e Punës dhe Çështjeve Sociale, ku në këtë mënyrë unë mund të kontribuoj për komunitetin tim dhe të jap zgjidhje për problemet që ata kanë dhe hasen në jetën e përditshme. Ndërsa Kujtim Shabani është një prej atyre intelektualëve rom që ka sakrifikuar gjithçka në këmbim të dijeve. Ai përfundoi fakultetin e mjekësisë dhe sot punon si mjek në Spitalin Rajonal të Korçës. Pas mbarimit të shkollës së lartë në Universitetin e Tiranës, dega mjekësi, jam emëruar si mjek familje në zonën e Devollit, duke mbuluar në disa fshatra, aty 6 fshatra që ishin, por me qendër në Oqisht. Një vend pune ku unë kam kaluar 9 vjet dhe që nuk ka pasur asnjë lloj probleme me njerëzit, me atë komunitet aty. Pas kësaj pune 9 vjeçare kam bërë një kualifikim 6 muajor në spitalin Nën Teresa në Tiranë, pranë shërbimit të urgjencës, dhe prandaj kam filluar në spitalin e urgjencës si mjek urgjencë. Pas 9 vjetësh punë, kam bërë dhe një tjetër kualifikim 1 vjeçar pranë shërbimit të toksikologjisë në Universitetin Nën Teresa, dhe tani mbuloj fushën e toksikologjisë në Spitalin Rajonal të Korçës, njëkohësisht dhe jam edhe në pozicionin e shefit të shërbimit. Fakti që unë sot jam shefi i shërbimit të pranim urgjencës të Spitalit Korçë, që është spital rajonal, është një tregues që të paktën nuk ka pasur paragjykime dhe diskriminime drejt personit tim. Dhe jam i kënaqur që jam në një pozicion të tillë ku mund të ofroj ndihmë si komunitetit tim, ashtu edhe pjesës tjetër, majorancës, pas një lloj dallimi. Edhe gruaja është një forcë aktive brenda këtij komuniteti. Gradualisht po thyet mentaliteti shekullor, që e shihte femrën si mjet pune apo riprodhimi. Miranda Fejzo po jep shembullin emancipues për të gjitha gratë e tjera rome. Aktualisht punoj në një organizatë që quhet Ndihmë për Fëmijët dhe jam konsulente për trajnimet profesionale. Fillimet e mia kanë qenë shumë të vështira, mentaliteti ka qenë shumë i vështirë, domethënë nuk mundesh që një vajzë apo një grua rome të merreshe me aktivitete jashtë familjes, me aktivitete zhvilluese, por unë ndjesha mirë. Sigurisht kam patur edhe mbështetjen e bashkëshortit tim,
Ndodh që shumë herë tani në këtë kohë më thotë që shiko se ka qenë edhe merita ime që ti ke arritur deri këtu, në të vërtetë sigurisht që ka qenë edhe mbështetja e tij, por kam qenë unë ajo që e kam kërkuar me forcën ndryshimin dhe që të jem pjesë e shoqërisë, sikurse dhe gjithë të tjerët. Për emancipimin shoqëror, evidentimin e problematikave dhe vlerave që mbart ky grup etnogjuhësor, për herë të parë në vendin ton, me iniciativën e shoqatës Disutni Albania dhe me mbështetje të donatorëve të ndryshëm, po transmetohet që prej gati 2 vjetësh në televizionet lokale të Korçës dhe Pogradecit, emisioni 2 gjuhësh shqip-romisht i titulluar Na njihni, pastaj na paragjykoni. Nisëm kjo që synohet të shtrihet në të gjitha hapësirat territoriale ku jeton popullsia rome. Të nderuar teleshikues, përshëndetje. Shukar Tikipe, Patja Valen, Shunetrale. Ja ku po takohemi sërish në emisionin Shqip-romisht Na njihni, pastaj na paragjykoni, i cili tashmë nga krijuar fizionominë e tij duke u ndalur gjerësisht në tematikat që lidhen kryesisht me minoritetin rom. Dikasa me namare emisioniste ti romani qip, em ti gajikani qip, ta avena mensorate den tumaro angli patjejpe. Amendasa trasmetimja i nevimata kroniqe kaj vajqerena, o gjivdipe kato minoriteti romandikano. Në pak minuta ne sollëm copza nga jeta, problemet dhe hallet me të cilat përballet komuniteti rom. Një herë është evidentuam edhe vlerat në gjuhë, tradita e zakone që fisnikërojnë këtë grup etnik. Shoqëria e sotme ka nevojë edhe për filozofinë e romëve, e cila të mëson të përballesh me vështirësitë e traumat e një jete sedentare, si edhe të jetosh me të mirat dhe të këqijat që të fal çdo ditë, duke shpresuar tek e ardhmja, që premton integritet, paqe, dashuri dhe bashkëjetesë miqësore midis etnive të ndryshme.